njerëzore kanë përshtypjen se çfarë duhet të presim më pjesa tjetër. Se populli vazhdon të mbështesë në Gaza në blok Hamasi, nëse Hamasi po i merr në qafë dhe po i nxjerr mish për top. Po pse? Po sepse nuk po është e vërtetë që po i përdor për mbrojtje. Ne kemi parë dokumentar të Al Jazeerës që faktoja kundërta që trupat izraelite atje. Tani në këto kohët e luftës fakt mediat merren pak dakord. Edhe Al Jazeera merret pak me rezerva. Dakor, heqim Al Jazeera. Si dhe mediat e tjera, nuk po them. Heqim Al Jazeera, le të japim një rast dje nga CNN. Por tani që tunelet, që gjithë infrastrukturën, që çdo para kishte shkuar për të ndërtuar infrastrukturën, që ishin ata të parët që sulmuan, që vranë fëmijë këto, tani kjo është një gjë. Edhe kjo është diskutueshme. Dhe ti pastaj edhe kjo është diskutueshme për mënyrën se si ndodhi pra. Kemi thënë disa herë në këtë emision që tash mund të qenë pretekst për zhdukjen përfundimtare të Palestinës nga harta. Pretekst. Të gjitha mund të jenë, por ne kemi një fakt. Hapja e dyreve, që hajde tani. Ata viktime ati. Tani strategji lufte po bëjnë, se ne nuk po kërkojmë të kulluar, ne nuk po themi që njëri është i pafajshëm dhe tjetri më shumë i fajshëm. Unë mendoj se këtu nuk ka një gjykatë ndërkombëtare drejtësia apo penale që ta përcaktoj. Nuk besoj se Hamasi nuk e dinte se cili do të ishte kundër reagimi i Izraelit në raste të tilla dhe që sepse tani veç me qenë edhe ne që jemi kaq larg edhe dim se ka një luftë shregullore mes. Kjo është më sjell në mendje një analogji për Kosovën dhe Serbinë. Kur u hoq autonomia nga Miloševići i Kosovës, më duket në vitin 89, të cilin e kishte dhënë më përpara Tito, u ngrit pyetja: a ishte vërtet shkaku i heqjes autonomisë dhe dërgimit tankeve të Serbisë në Kosovë, shkaku që pastaj më pas Kosova kulmoi në UÇK dhe në luftë çlirimtare apo jo? Dhe jep një argument që shiko këta parlamentarët që votuan dhe vetë kosovarët që votuan për heqjen e autonomisë tyre dhe që thonin që ishin të intimiduar, më mbrapa disa që votuan kundër nuk i vrau as i persekutoi njëri. Pra është çike vështirë ta gjesh shkak pasojën edhe në rastin nuk është se UÇK-ja shkoi në Serbi dhe vrau ata mbrojtën shtëpitë e tyre në shtëpinë vet. Pse çfarë po bëjnë Hamasi ose Palestina? Shkojnë në Izrael. Mbasi Izraeli ka vrarë dhjetra dhe qindra mijëra në dekada. Është shumë kollaj, është një anshme, është propagandë, ta vesh është një nëse Hamasi është terrorist, edhe UÇK është terrorist, dhe ishte edhe Shtetet e Bashkuara terroriste për një periudhë të caktuar deri kur pastaj politika e tyre jashtme vendosi që jo, terroristë janë trupat e Miloševićit, ta në latë tanë. Terrorist ka qenë edhe Gaddafi, me të cilët Shtetet e Bashkuara kanë bërë politikë. UÇK-ja nuk e ka kaluar territorin e Kosovës që të shkojë dhe të vrasi në sepse Serbia nuk e ka hapur dyert që gjende pretekstin për ta zhdukur nga harta përfundimtare. Tani nuk është se është tani edhe mund t'ja kishte hapur dyert dhe ka pasur provokimin nga më shumë ka shkuar Serbia ka vrarë fëmijë në rastin Panda dhe rastin të tjera. Edhe për kullat bijake ka teori konspirative. Ashtu futemi në teorinë, po nisemi në çfarë kemi fakte tani. Nëse ata janë aq kështu të tërhiqen terroristët e Hamasit që vranë 1000 disa persona nuk e justifikojnë vazhdimin çdo e tha kryeministri gjerman, çdo ushtria e Izraelit sot në Gaza. Por nuk po justifikojnë fare, thjesht po them që nuk mund ta amnistosh Hamasin. Unë jam duke thënë që këtu nuk amnistohet askush. As Hamasi, natyrisht as Izraeli, asnjëra asnjëra. Gjermania, aleati më i mirë i Izraelit sot, kryeministri u shpreh mos na detyroni që ne miqt tuaj më të mirë mos t'ju mbështesim dot më, se nuk mban më muhabeti. Pra, çdo ushtria e Izraelit sot në Gaza, Hamasi është shkatëruar, është dobësuar dhe po vazhdojnë të vrasin fëmijët që përdoren si mbrojtje nga Hamasi, pse është pa kuptim. Çdo ushtria sot atje. Kjo e thënë nga kryeministri gjerman. Pra, nëse Hamasi ka bërë një akt terrorist dhe ka vrarë 1000 veta, ta marrim të mirë qenë. Kjo nuk justifikon ka një disproporcion për mjetet dhe sigurisht se nuk po e thot njëri këtë, thjesht po them që neve nuk mund të amnistojmë as Hamasin, se dhe amnistimi Hamasit është krim më vete. Nëse Hamasi është një organizatë terroriste dhe Izraeli është një shtet demokratik që respekton drejtat e njerëzit, sipas normave të drejtës ndërkombëtare, Izraeli duhet ta kishte bërë kundërpërgjigje dhe mbrojtjen nga territori i tij, në proporcion me sulmin e pësuar. Këto janë norma ndërkombëtare. Kështu që mos respektimi i kësaj norme është një shkelje flagrante në drejtës ndërkombëtare. Nuk ka rëndësi besoj kur futesh në luftë ka rëndësi. Tanket ka dërguar dhe Putini në Ukrainë, çfarë do të thosh tani? Po ka shkelur drejtën ndërkombëtare. Edhe nuk u provokua fare nga Izraeli, nga Ukraina. Jemi dakord që normat mund të jenë të brishta, po këto janë normat janë. Jo, normat nuk janë për të shkelur, nuk janë për të hedhur në plera, se pastaj këto norme kanë mbajtur të rend që nga lufta dytë botërore, që nga karta e San Franciscos. Çdo herë janë hedhur poshtë. Jo çdo herë, sepse ka pasur dhe luftat që i kanë respektuar këto norma. Pra luftë midis ushtrive të shteteve nga territori në territor. Pra
kundër përgjigje me raketa, është Azerbajxhani me Armeninë, ka shtete të ndryshme pra që e kanë bërë këtë. Nuk është e thënë për që të shkosh të pushtosh territorin tjetër sepse u godite. Aq më tepër kur ka një disproporcionalitet në armatime, nuk mund të godasin me papaqe dhe me Kalashnikov dhe ti të përdorësh raketa që aerodromi i kapshin në Gaza. Nuk ka rëndësi se me si ka dhe si ka, a je goditur. Jam dakord që nuk mund të presësh, të goditesh. Po jo pra, sepse ti nëse ti ke një sistem mbrojtës që të garanton sigurinë në 90% të rasteve, ti nuk ka jetë njerëzish në mes, është gjithmonë lose-lose. Jo, duhet flasim ne për proporcionalitetin, patjetër, sepse proporcionaliteti është ky që jo, më në luftë nuk ka proporcionalitet, në luftë ka fiton më i forti gjithmonë. Po fiton më i forti, po futen në luftë. Kjo është gjuha e forcës. Sigurisht që gjuha e forcës. Por drejta ndërkombëtare ndalon forcën, përdorimin e forcës dhe luftës. Do t'i harrojmë, do t'i grisim. Po mirë, ta shkruaj ka ardhur koha të shkruaj OKB-ja, sepse karta San Francisco të bëhet një kartë e re. Ai ka thënë, po nuk po bëhet. Për sa kohë po bëhet, edhe Liga e Kombeve u zhbë, sepse ndërmjet luftës së parë dhe së dytës ishte nuk ishte asnjë fuqi ekzekutive vendimare, të paktën Kombet e Bashkuara kanë një këshill sigurimi që sigurisht dhe mekanizmi i tyre është shumë i diskutueshëm, sepse mjafton një vend të vërë veto dhe ka një mungesë vendimarrje, po të paktën ka akoma një forcë shtrënguese që mund të veprojë. Pastaj është vullneti i shteteve se si ta ushtrojnë atë. Pra nëse mungon vullneti i një shteti, i Shteteve të Bashkuara për të ndaluar masakër në Gaza, ajo masakër do të vazhdojë dhe jam dakord që ata që janë më të fortë do të vazhdojnë të tregojnë forcën. Por ne po flasim dhe për anën humane. 1.000 të vdekur me 60.000 të vdekur është një katastrofë dhe një disproporcionalitet i pa shoq, i pa precedent. Falenderoj shumë. Faleminderit ty.